Prokuroria e Vlorës ka ndërmarrë një operacion të zgjeruar sekuestrimi duke vendosur në mbllokim pasuri me vlerë rreth 4 milionë euro, të cilat dyshohet se janë krijuar përmes veprimtarive të palishme dhe janë justifikuar me dokumente të falsifikuara. Në njoftimin zyrtar, organi i akuzës bëri të ditur se masa është marrë në kërkesë të prokurorisë pas hetimeve të nisura që në vitin 2023, të cilat kanë evidentuar një strukturë pasurimi të pajustifikuar në emër të Fatos Pelivan Canajt dhe familjarëve të tij. Ka verifikimi të kryera janë sekuestruar një sër pasurish të luajshme dhe të paluajshme, përfshirë një truall 1600 metër katror në Vlorë, disa godina biznesi dhe një zi shërbimi të regjistruara në emër të Fatos Canajt, si edhe apartamente të tëra që figurojnë me pronësi të shoqërisë FSHPK. Prokuroria thekson se disa prej tyre pasurive përfshin bodrume dhe ndërtesa me sipërfaqe të konsiderueshme, për të cilat dyshohet se janë krijuar duke përdorur dokumentacion të manipuluar me qëllim mbulimin e prejardhjes së tyre të vërtet. Hetimet vijojnë për të zbuluar burimin real të ardhurave, ndërsa ekspertët financiar po analizojnë transakcione, kontrata, shit blerje dhe dokumente pronësie që dyshohet se janë të falsifikuara. Prokuroria paralajmëron se masa e sekuestros është vetëm faza e parë e procedimit, ndërsa priten zhvillime të tjera lidhur me identifikimin e individëve të tjerë, përfshirë edhe mundësinë e zgjerimit të listës së pasurive të bllokuara.